Infeksionet e syrit janë ndër problemet më të shpeshta që prekin shikimin dhe nuk duhen neglizhuar. Për llojet e infeksioneve të syrit, mënyrën e përhapjes dhe grupmoshat më të prekura, flet oftalmologja Zana Gojani. Infeksionet e syrit varojnë nga cila pjesë e syrit preket, mund të jenë më të shpeshta të cilat janë konjunktivitet, pastaj janë keratitet apo infeksionet e gjamit të syrit. Moshat të cilat preken më shumë, sidomos gjatë stinës së verës, janë fëmijët, po ashtu personat më të moshuar dhe personat të cilët mbajnë lëndet e kontaktit. Zakonisht infeksionet e syrit mund të jenë virale, bakteriale, ndërsa më rrallë mund të jenë ato fungale apo nga kërpurdhat. Zakonisht janë nxitëse, sidomos infeksionet virale, ato bakteriale kanë një sekrecion më të trash. Mënyrat e ngjitjes kalojnë nga një person në personin tjetër, do të thonë përmes kontaktit, po ashtu përmes përdorimit të mjeteve të përbashkëta si peshqiret, e po ashtu dhe produkteve të kozmetikës të gjinia femrore. Por cilat janë shenjat që duhet të na çojnë menjëherë te mjeku? Fillimisht mund të paraqitet si skuqja e syrit, pastaj kruarja, ndjesia e trupit të huaj në sy, të infeksionet e tjera bakteriale mund të përcjellet edhe me sekrecion nga syri. Nëse paraqiten cila ndo nga këto shenjat, sidomos edhe dhëmbja, pamundësia e hapjes së syrit apo pengesat e dritës, atëherë menjëherë duhet të vizitohet oftalmologu. Nëse kapet dhe trajtohet me kohë, infeksioni kalon më lehtë, por nëse neglizhohet, mund të sjellë vështirësi më të mëdha në trajtim. Në moment që infeksioni kapet në stadiet fillestare dhe trajtimi, si metodat e trajtimit, po ashtu edhe ecuria e sëmundjes shkon më mirë. Ndërsa sa më vonë që arrihet të ekzaminohet dhe të diagnostifikohet, kjo normalisht ndikon edhe në metodën e trajtimit, do të thënë trajtimi mund të jetë më i gjatë, më agresiv dhe kozgjatja e sëmundjes të shkojë më shumë. Doktoresha këshillon që të mos preken syt me duart e palara, të mos ndahen produktet kozmetike dhe peshqiret me persona të tjerë për të shmangur përhapjen e infeksioneve. Në cilë që ishte femna, të pas kujtes me